kryeministri i gjithë shqiptarëve. Është e frikshme, Meri? Po, shumë e frikshme është, sepse kjo është natyrë e tij tani. Në çdo fushat ka disa fushata rresh që ai ndjek të njëjtën strategji. Dhe strategjia është merruni me mua si individ për ato që unë them, mos u merrni me mua si kryeministër për ato që unë bëj. Deri tani kjo ka qenë motoja e tij dhe këtu po e përforcon akoma më shumë. Dje nxori fëmijët dhe u mor me tas, sot filloi të merret, në fillim tha që çyryk janë ata që vënë pas kënetës, burrat tha, jo gratë, edhe unë thash shpëtuam, s'çe kemi ne gratë, jo, nuk kemi çyryke. Dhe pastaj kaloi tek tjetra që tha janë autik, tha. Edhe me një metaforë, le ta shtojmë të thënë në mënyrë metaforike. Po, e tha që janë autik politik. Por sot në kushtet kur rinia jon, fëmijët në shkolla kanë shumë problematika me anë të bullizimin dhe në televizionin tuaj më duket e kam parë një reklam për fëmijët autik dhe të rinjt autik që janë nëpër shkolla dhe ajo thotë edhe pse unë kam te i kaluar dhe jam në universitet prap ndihem e bullizuar. Tani në kohën kur njerëz të tillë që vuajnë me problematika të tilla, familjarët e tyre por dhe ata vetë, nuk po ja dalin dot për të bërë të përfshije në shoqëri dhe sa vuajnë ata për të arritur këtë, kryeministri del një ditë të bukur edhe u thotë që ju nuk mund të përfshiheni sepse si ju janë dhe këta të tjerët këtu. Kështu që jeni shumë mirë aty, u bullizoj në shkollë dhe unë po bullizoj këta të tjerët, edhe ku e çuam shoqërinë në këtë rast. Ai është për mua, domethënë thjesht të gjitha këto i bën mos të flasësh as për politikën që ka bërë, që ka ndjekur këto 12 vjet, as për planet që ka realizuar. Pash një kështu, po në fakt do ta nxjerrë, do ta shkruaj një ditë për çfarë ka premtuar në 2013 dhe nga ato të 2013-s ku jemi sot çfarë është realizuar, sepse ishte një faqe që i kishte të gjitha ato propozimet e tij që ka bërë në 2013. Në rast se ti kishte bërë, do na i kishte thënë. Po, patjetër, nëse ai do kishte bërë një gjë nga këto, sot nuk do merrej duke folur bufi, këneta, ky i çali, i çyryku, autiku, nuk do merrej me këto. Sot do merrej që qytetar, po, unë dua prap botën tuaj sepse unë ju solla ujin, ju solla malin, ju solla fushën, ju solla këtë. Ai nuk i ka këto. Dhe në momenti që nuk i ka, atëherë ai e tërheq vëmendjen. Një ditë i flet Vrenozit, 5 ditë i flet Lulit, pastaj merret me kënetën, njëherë me gratë divorcuara, pastaj me u mor me bufin kur e pa që metafore bufit i doli ndryshe nga çka kishte planifikuar, i doli në favor të kundërshtarit, e la atë dhe filloi të merret tani me njerëzit që kanë aftësi të kufizuara dhe me fëmijët që është një tmerr i vërtet ti përdorësh në përfushata, siç i kanë përdorur dje, duke ju treguar edhe nudizmin e tij që t'ua bëj sa më të flet mundësinë se si të arrin ata që shikojnë një diçka. Janë të bëra blur, janë të censuruara fotot e mia. Jo, nuk janë fare të censuruara. Në fakt dhe unë hyra dhe pash kishte edhe fotot pa censuruara. Të censuruara nuk janë të censuruara, por tani ne i ruajmë fëmijët telefonat e tyre shpesh pa dëshirën e tyre kur ata flen mund të marrim dhe t'u kontrollojmë. Tani ne nuk kemi më pse t'i kontrollojmë sepse ne e dimë që ata do shikojnë këto dhe është ata kërkuar. Çfarë s'keni parë? Po, çfarë s'keni parë dhe kjo imja nuk është asgjë. Elvira, ke qenë kreu i Amas. E zëm se je sot ti kreu